një ambasador i cili nuk e ka pru asnjë investim, një ambasador i cili nuk i ka nxjerrë shpenzimet e veta, i cili paguhet nga taksat e qytetarëve, nuk e di çfarë diplomati mund të jetë apo çfarë ambasadori tjetër. Diplomacia kosovare duhet ta ndrojë mendsinë ku flasin rezultatet dhe jo teoritë të cilat janë të paprekshme për Kosovën. Ti mjafton m'ia bë vetit një pyetje, cili ambasador në këtu 4 vjet të ardhshëm ka pru një investim për Kosovën, apo cili ambasador ka kriju një rezultat, e ka qenë një produkt të shtetit Kosovës jashtë vendit, apo cili ambasador si rezultat i punës tij e ka përmirësu imazhin e Kosovës në vendin ku vepron. Domethënë, pa u ndru ky parim i diplomacisë që është i rëndësishëm, ku motesh me rezultate. Do të thotë, një ambasador i cili nuk e ka pru asnjë investim, një ambasador i cili nuk i ka nxjerrë shpenzimet e veta, i cili paguhet nga taksat e qytetarëve, nuk e di çfarë diplomati mund të jetë apo çfarë ambasadori tjetër. Dhe kjo është ajo që duhet të ndryshohet strategjikisht, duke mbledhur kombin, duke bë bashk, sepse na vetëm sa erdhëm nga Amerika dhe ti shef shoqatat shqiptare kanë deportuar deri në State Departamentin Amerikan, deri te Trumpi. Po cili është roli i tyre, për shembull? Qysh na përfaqësojnë ata neve atje? Ata janë ambasador të vërtet. Pse thom ambasador të vërtet, ne kishëm një aktivitet tonë në New York dhe aktiviteti jonë, katalogu i ekspozitës e kuqja shqiptare, ku është një mesazh nga kombi shqiptar për shtetin amerikan, për publikun amerikan, për personalitetet amerikane. Dhe ajo në dhjetor i mërrin dhuratë edhe Donald Trumpit nga shqiptarët. Ka emër të shqiptarëve të cilët janë afër Trumpit.